Çfarë është një markë? Kur e dëgjojmë këtë fjalë, shumica prej nesh me siguri mendojmë menjëherë për një logo, si molla e Apple-it apo simboli i Nike-s. Po sikur t'ju thoja se marka është diçka shumë më e thellë se kaq, diçka më e fuqishme se një simbol i thjeshtë. Okej, le ta heqim qafe një herë e mirë keq kuptimin më të madh. Një markë nuk është logoja, nuk është as emri, as slogani. Këto, në fakt, janë thjesht mjetet, simbolet e saj. Marka e vërtet është diçka krejt tjetër, diçka e paprekshme. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. Një markë është si një copës pasurie e patundshme në mendjen e konsumatorit. Është ajo hapësirë që një produkt apo kompani arrin ta zotrojë në kujtesën tonë. Pra, shtëpia e vërtetë e një marke është mendja jonë. Mirë, le të thellohemi pak në këtë. Imagjinoni pak, një student plot pasion për biznesin, i cili shkon me vrap te profesori i tij i marketingut, ka projektuar gjithçka, logon, ngjyrat, sloganin për linjën e tij të re të veshjeve. Plot entuziazm, i bindur se ka goditur në shenjë. Por, a është vërtet kështu? Përgjigjja e profesorit e thjesht dhe therse. Nuk e di. Pse? Sepse studenti, në gjithë vrullin e tij, kishte harruar pyetjet më themelore. Ai, thjesht, kishte nisur ndërtimin e shtëpisë nga çatia. E shihni, këtu ndahet gjithçka. Logoja, ngjyrat, slogani, këto janë taktika, janë mjetet. Por para se të zgjedhësh mjetet, duhet të kesh një strategji. Dhe strategjia fillon me dy pyetje thelbësore. Kush është klienti im? Dhe çfarë vlerëson ai më shumë se gjithçka tjetër? Vetëm pasi tu përgjigjesh këtyre, taktikat fillojnë të kenë kuptim. Dhe kjo na sill të një e vërtet paksa e hidhur për shumë kompani. Shumë besojnë se kontrollojnë markën e tyre, por realiteti është krejt ndryshe. Marka nuk i përket kompanisë, ajo i përket klientit. Le të shohim dy këndvështrimet e ndryshme për këtë. Për kompaninë marka është si një manual rregullash. Ja logoja, ja ngjyrat, ja fonti, por për klientin, dhe ky është i vetmi këndvështrim që ka rëndësi, marka është një rrjet kompleks emocional shoqërimesh në kujtesë. Kjo është përkufizimi i vërtet. Kur dëgjon Coca-Cola, çfarë të vjen në mendje? Freskia, ngjyra e kuqe, familja, festat? E po, pikërisht ai kombinim ndjenjash dhe kujtimesh. Ajo është marka Coca-Cola. Kompanitë në thelb nuk ndërtojnë produkte, ato menaxhojnë kujtesën. Po si funksionon ky rrjet kujtese në praktik? E po, le të marrim Nike si shembull. Në bërthamën e markës gjejmë lidhje shumë të forta. Logoja Swoosh, slogani Just Do It, Michael Jordan. Këto janë shtyllat. Pastaj në periferi ka kujtime më kalimtare, një reklam që pe dje, një lajm që lexove, e gjithë lloja e markimit është të forcosh vazhdimisht atë bërtham. Por siç mund ta imagjinoni, të menaxhosh kujtesën e dikujt tjetër kërkon disiplinë absolute. Le të shohim se çfarë ndodh kur kjo disiplinë mungon, përmes dy shembujve klasik ku kompanitë ose u bën lëmsh me mesazhet ose thjesht nuk e kuptuan fare klientin e tyre. Mësimi numër 1, ndoshta më i rëndësishmi nga të gjithë, konsistenca. Ideja është të ndërtosh lidhje të forta në mendjen e klientit dhe kjo nuk bëhet me mesazhe kontradiktore. Kjo bëhet duke përsëritur vazhdimisht të njëjtin mesazh të qartë. Merrni rastin e Staples. Për vite me radhë, ata ishin marka e lehtë, me atë butonin e famshëm Easy Button. Pastaj, befas, ndryshuan kurs dhe filluan një fushat agresive për çmime të ulta. Dhe sikur të mos mjafton të kjo, sponsorizuan arenën e LA Lakers, një ekip që lidhet me shkëlqimin dhe luksin. E lehtë, e lirë dhe luksoze? Këto gjëra thjesht nuk shkojnë bashkë. Rezultati, jo një marke fort, por konfuzioni plot në mendjen e klientit. Gabimi i dytë është ndoshta edhe më i thellë. Ti mund të jesh mjeshtër në krijimin e një lidhjeje në mendjen e klientit, por çfarë ndodh nëse ajo lidhje, ai shoqërim, është diçka që klienti yt e refuzon me forcë? Kjo na çon te historia interesante e kafesë së parë të çastit. Jemi në vitet 1950. Nescafe e tregtonte produktin e saj si një mënyrë të shpejtë e të lehtë për anvisat që të bënin një pushim të merituar. Por kur studiuesit u treguan grave dy lista identike blerjesh, ku e vetmja gjë që ndryshonte ishte kafja, Maxwell House kundrejt Nescafe, rezultatet ishin shokuese. Gati gjysma, 48%, e përshkruan gruan që blinte Nescafe si për tace. Dhe bëhej edhe më keq.
Blerësja Nescafes shihej si planifikuese e keqe, shpenzuese e kot dhe 17% madje quajtën grua e keqe. Nescafe kishte arritur me sukses të krijonte shoqërimin me lehtësinë, por ata nuk e kuptuan se për audiencën e tyre të asaj kohe, lehtësia ishte një tipar negativ. Vlera e tyre ishte puna e palodhur për familjen, jo gjetja e rrugëve të shkurtra. Pra, pasi pam se çfarë nuk duhet bërë, pyetja natyshme është: si ja dalin markat e suksesshme? E po, ato krijojnë vlerë për klientët në 4 mënyra kryesore, të cilat mund t'i mendojmë si 4 monedrat e markimit. Këto 4 burime vlere janë: vlera funksionale, vlera monetare, vlera sociale dhe vlera psikologjike. Një markë e fortë zakonisht shkëlqen në një ose më shumë prej këtyre fushave, duke e bërë produktin shumë më tërheqës se sa thjesht shuma e pjesëve të tij. Vlera funksionale është e thjeshtë, sinjalizon cilësi. Kur themi Honda, mendojmë besueshmëri. Vlera monetare luan me perceptimin ton të çmimit. Vlera sociale na jep akses në një grup, mendoni për Harley Davidson, ku blerja e motorit është si të blesh një bilet për të hyrë në një vllazëri. Dhe së fundi, ajo më e fuqishmja, vlera psikologjike, e cila ka të bëjë me mënyrën se si një markë na bën të ndihemi për veten tonë. Për ta kuptuar këtë fuqi psikologjike, mjafton të dëgjojmë fjalët e ish CEO-s së Harley Davidson. Vini re, ai nuk po flet për kuaj fuqi apo për shpejtësinë, ai po flet për transformim. Një markë e fuqishme mund të jap dikujt lejen për të bërë dikush tjetër, qoftë edhe për pak kohë. Kjo është fuqia e vërtet. Dhe pikërisht këtu aspirojnë të arrijnë shumë marketer, të krijojnë një markë stili jetese, të ngjiten në majën e kësaj shkallë vlerash, të lëvizin nga përfitimet konkrete të ato abstrakte. Por kjo lëvizje vjen me një rrezik të madh, shpesh të fshehur. Mendojini si një shkallë. Në shkallën më të ulët është vlera funksionale. Dove i nisi rrugtimin e saj pikërisht këtu, duke u fokusuar te një fakt i prekshëm, 1/4 krem hidratues. Me kalimin e viteve, ata u ngjitën. Me fushatën bukuria e vërtet, ata arritën në maj, duke ofruar vlerë të pastër psikologjike, duke u bërë pjesë e identitetit të një gruaje. Por ja ku qëndron rreziku. Kur një markë bëhet pjesë e identitetit të dikujt, ajo nuk konkuron më vetëm me sapunët e tjerë në raft. Jo, ajo fillon të konkurojë me gjithçka tjetër që një person përdor për të përcaktuar veten: bindjet politike, hobit, muzika që dëgjon. Fusha e betejës bëhet pafundësisht më e madhe. Beteja nuk është më për një pjesë të tregut, por për një pjesë të identitetit ton. Pra, në fund të ditës, marka nuk është ajo që shihet, por ajo që mendohet dhe ndihet. Ajo është një rrjet kujtimesh i menaxhuar me kujdes. Dhe kjo na lën me një pyetje për të reflektuar. Herën tjetër kur zgjedhim një produkt, le të ndalemi për një çast dhe të pyesim veten: çfarë shoqërimesh po përpiqet të ndërtojë kjo markë në mendjen time? Dhe apo ja del mban?